urime për emisionin, suksese. Suksesi është pa diskutim domthonë me këtë iniciativë që e ke marrë për të shpalosur vlerat dhe arritjet e njerëzve të mëdhenj, siç e ke sot emisionin për Barosh Dodën, i pavdekshëm. Unë nuk kam pas shumë takime me Barosh Dodën, por kam pas një jetë që unë jam rrit me këngët e tij, me që kam pas fatin edhe domthonë kam lind, s'ka qenë as merita as ajo e imja, po kam lind tropoj, ku jemi qenë afër gjithmonë, kemi ndjek Radio Prishtinën, Radio Televizionin e Prishtinës, dhe gjithmonë qysh në fëmijëri unë kam ndjekuar me shumë kënaqësi këngët e Barosh Dodës. Barosh Doda ka vlera të mëdha jo vetëm për mua si këngëtar, por ka vlera për breza që kanë mësuar, në përmes Barosh Dodës mësua historia, folklori i kombit shqiptar. Ka një vlerë të jashtëzakonshme. Unë kam pas fatin atë të takoj në janar të 92-shit në Amerikë. Aty jam takuar dhe dhe të them vetëm një gjë. Kam pas dy si më thonë urime nga dy këngëtarë të mëdhej nga Kosova. Kur kam thua spari Nderdanibi në Tupanat, më ka dhënë Dervish Shaqja në festivalin Gjerkasë, një urim special domosdoshmë, si më ka thënë këtë gjë si ke boti mram, po ishte dy drill mjekra dhe ju moshën syt lët. Kur thua këngë Nderdanibi në Tupanat. Dhe urimin e dytë domosdoshmë e kam marrë nga Barosh Doda, po në atë kohë ai ishte kënga e parë me Dervishin, kur u takova me Baroshin isha thënë Nderdanibi në Tupanat, Jakob Ferrën, Gegetoske, Pritazem Galicën, Liridona, Shqipërinë Naime. Dhe aty ka ardhur derisa kem shkuar në Amerikë në koncert, ka ardhur Barosh Doda, më ka përqafua dhe më ka urua. A din ti sikur më ka thënë Barosh Doda si ti je këngëtar i mirë, këngëtar i madh, mos duk vetja, thash wow, çka kam me gjithmonë këngëtar i mirë. Pe kaloj pak edhe ashtu, por domthonë nuk ka pas kënaqësi më të madhe për një artist të ri domthonë se me të urua Barosh Doda e Dervish Shaqja e kështu. Tash i duam ne apo një përshëndetje djalit Barosh Dodës që është aty në studio, dhe mbar familjes Barosh Dodës, dhe mbar atyne që e kanë dashur këngën e Barosh Dodës dhe televizorit Klan Kosova. Ju uroj shumë suksese. Besar, të shikove videon? Po shikova. Unë të përshëndes e falenderoj për atë fjalë të bukura. Është njeri i madh, zimnika, unë kam qenë edhe jam adhuruar si këngësti. Unë kur isha i vogël në moshën 12 vjeçare këtu, këngët e tina e kam fillu koncertin domethënë me këngët tina, më Shqipëri, më nana ime, dy tupana ndër të kullës, me këngët e tij. Sot i dëshiroj shëndet, suksese, gjitha të mira në jetë.